jam në dhomën e gjumit një prej vilave të më të rralla të Italisë, pronë e një shqiptari. Po kjo është një dhomë gjumi miq, në fakt është në anën e kundërt me një pamje shumë bukur të oborrit të vilës, nëse e shihni këtu, pra ka gjithë pjesën e oborrit, nuk ka pjesën e liqenit, po pse është e rrallë? Kjo vilë ka dy dyer, këtë dhe këtë, jo kjo vilë, kjo dhomë. Të dyja këto dyer janë blerë në vitin 1985 në Ancam dhe i takonin Luigi të 16, mbretit të Francës. Janë dyer origjinale të Luigi të 16, për shihni edhe po u hapën, më pas vijon në zyrën e tij të punës, dhe për të krijuar një simetri me këto dy dyer, pra që këto dy dyer të përdoreshin në këtë dhomë, është krijuar një derë falso për të vendosur dera tjetër, sepse janë blerë të dyja në Ancam dhe kanë pasur një vlerë të jashtëzakonshme për kohën, janë blerë në New York, shiheni nuk ka dalje këtej, pra kjo derë e dytë është derë falso. Pra po t'i shihni është një derë falso dhe një derë funksionale, po të dyja bashkë dyer të mbretit Francës, Luigi të 16, që janë vendosur në këtë dhomë gjumi të vogël, dhomë miq në fakt, që është në një nga vilat më të bukura të Italisë së Veriut, pronë e një shqiptari i cili dëshiron të mbetet anonim. Një vilë e mbushur me vepra arti dhe me anikuar të jashtëzakonshëm.